Kolegu Nikun të çmuar Gazmet Lekë. Ja, fjalën Rafi. Të nderuar zonjë e zotërin, mirëmbrëma. Është kënaqësi ta mundur ditë me një ngjarje jo të zakonshme si kjo e sotme në sallën e një ekspozite, ku piktura dhe shkak për të takuar e ritakuar me miq të ri të vjetër, po ajo të ngacmon të kuptosh se kuptojnë ditëve dhe një trajtshme, ka dhe të dyra të veçanta që të ushqejnë shpirtin. Është rasti të uroj një piknik të këndshëm apo një shëtitje të bukur nëpër peizazhet që na ofron sati. E falenderoj që më dha mundësinë të flas në ekspozitën e tij personale dhe bëri shumë mirë, pasi njihem me këtë që student në atelierët e pikturës së Institutit të Arteve, në një periudhë të rëndësishme të jetës sonë, periudhë ku formohet karakteri i njeriu. I dashur Sadik, nuk e kam dëshirë të të prezentoj sot, pasi me kryimet e tua, ti njihesh mjaft mirë, vetëm je bërë shumë i dashur për publikun, që e do pikturën e që këtë mbrëmje është këtu me ty në këtë sallë. Edhe më pak vështirë kam të të prezentoj tek artistët, me miqtë e tu, e ashtu tek koleksionistët, që në koleksionet e tyre private ruajnë teselina në mozaikun e madh, prej qindra punësh që ke krijuar. Ku vendi më të rëndësishëm e zën peizazhet. Ato i trajtojnë veprat e tua si të jenë një pasuri e patundshme. Ti Sadik, në tek nuk e ndryshuar fare. Je po ai vijeve studentore, kur ishim të rinj, tek mbyllnim, e vetëm mbyllnim, pa e ditur se kur do vinë dita e koleve. Sot është një atë ditë të mbarë. Është e veçantë me vëllëk sepse jo vetëm është ekspozitë personale, por është një retrospektiv, një udhëtim i ndërvit e stin pas stine. Ti Sadik nuk e përqeje shumë orarin e shkollës, vendosur nga njerëzit, sepse shijoje sikur se sot oraret e natyrës, e ty të pëlqen shumë orari i saj. Ndiqje e orën e saj biologjike, ndryshimin e stileve, ato dëgjendjeve ditore çast pas çasti, e di edhe ku praktikisë orën e mësimit, vrakoje për të rrohur një copës nga bukuria e saj, që ajo ta ofron me plot bujari, sepse dinte që ti do ta kishe të dashur një tjetër. Edhe sot ti rri më shumë pranë saj se sa në atelier, sepse ajo është në të vërtetë atelier jote. Ti Sadik ishe një bredharak, me si ti mbete, bret kudo me kavaletin tënd, ai sa ke bërë zgjatimin e shpirtit tënd. Peizazhet tua ka një spektre shumë të madh admiruesish. Ato shqyrojnë edhe ata që pa rafinuar gjuhën, flasin si me zhargon, për pikturista që bëjnë fytyra njeriu, për pikturista që bëjnë vazu me lule, si dhe për pikturista që bëjnë panorama. E duan panoramën tënde, sepse dallojnë në të vërtetë drejt për drejt që prek zënën e çdo kujt.
por shumë më shumë ta duan ta shohin peizazhin njohësit e pikturës, që i ketë planuar për tati një peizazhist i gjyre. Ai ka joti drejt për drejt, për këta të fundit, për këtë si një gjuhë personale, gjuhë sinqertë e plot elokuencë. Besoj shumë se do të mbash shumë formë për këtë cilësi, që japin jetë bukurisë së veprave tua. Sadik, në pamje të parë, duke sikur peizazhet tua nga spontaniteti, edhe pse nuk është e gjitha, ka një të vërtet mall aty brenda, pas edhe natyra e tillë është. Qas pas qasti, ajo ndryshon tani me saj si proteo, nga i qeshur e plot diell, brendje, nga një re e zezë rastësore që kalon, nga një qetësi shurduese, papritur të shpërim, nga një herë apo nga zhurmon nga një rebel shiu i qastit. Ti këtë fikson, të papritur në saj, me qëndrueshmërinë e saj, pasi veprat e tua të tilla janë të kulikuara, ku virtuoziteti ju trefen për një qëndrueshmërinë të. Natyra është e befasishme kur shpërfaq gjendje të lehta nga zotuese, sikurse ti bën shaka me shokët e afërt. Të pëlqen të hedhësh rëmuze, të bësh kanonure, të polemizosh për të gërvisur seriozitetin falso të bisedës. Edhe kënaqësia që ti rezakton në shakat e tua është sinkron me gazetimin e natyrës. Ti los sikur se los natyra. I dashur Sadik, kjo që ti pikturon duhet si një lloj reklame turizmi, për të vënë në vëmendje bukurinë e natyrës shqiptare, por është ndryshe në sens. Kjo jotja është turizëm epitar, turizëm shpirtëror, turizëm kulturor. Pasi e josh mirë, do vetë mirë nga bukuria e peizazhit, na servir edhe ne që ta shohim. Është reklam diell se turizmi për të ushqyer shpirtin, sepse në fund të fundit turisti jemi të gjithë e do të mbetemi në këtë botë. Këtë lloj joshje e bën një plejadë e madhe piktorësh shqiptarë, ata që merren me peizazhin. Dhe ashtu siç e vendosin figurën Ismail Qemali në murin që ndodhet të institucionit, ashtu edhe ata kanë vendosur në krye figurën Verkush Mios, që ti e do dhe vlerëson shumë. Ti ruan ti para të Mios, sigurisht se ai edhe ti bret me kasetën në krah. Në gjithë vendin ulesh dhe fillon të pikturosh, fillon të përkthesh në kryerën të lajë. Pasi ajo e ka gjuhën vetë të vështirë, e çdo kush mund ta bëjë atë. Ti tashmë je mësuar bisedosh me të. Peizazhet tua janë shënime të bisedave të tua me qiellin, me pemën, me lumin, magin, fushat e tjera. Kur ne lexojmë këto shënime, vërtet ne shohim shpirtin tënd. Ne shohim përkthimin e mrekullueshëm tënd si të një përkthyesi perfekt. Ti përkthen natyrën në ngjyrë, përkthen timën e saj, përkthen heshin e saj, përkthen zhurmat, zhekull të ftohtë, një bërimin shiut, e kështu në servir Sadikun e padukshëm. Ti e pikturon të paparagjikime. Çdo të lajë e re për ty është një aventurë e re të papritura. Peizazhet tua ka një shenjë të dukshme, që gjithmonë e dalloj se e shoh. Nuk është se ti thjesht pikturon me zemrën. Ato kanë zemrën e tyre si çdo organizëm që fërmon. Ty ato ta vjedh ndërsa pikturon. Zemra e pikturës tënde është ritmike. Ajo e pompon dhe oksigjenon peizazhin tënd deri në kapilarët më të holla, deri në detajet më të vogla. Ka një thashë është e dukshme dhe manifestohet në gjithë veprat e tua me ekspozit. Por ajo që është e dukshme, të cilën vetëm miqtë tuaj dhe edhe për te Kanavatës është Tatiana, bashkëshorte jote. Më pëlqen të përmend këtu, sepse ajo i takon atyre bashkëshorteve që sakrifikojnë deri dhe ëndrat e tyre për të dhënë jetë ëndrat e artistëve që kanë krah, si në rastin tonë. Tatiana është prezente kudo me punët e padukshme, apo me punët e bekuara të shtëpisë, siç i ka thënë Noemi Kazanzaki, për të krijuar pyetësim ku të mbjellë shkrimin tënd. Miku im, të uroj shumë sukses në këtë punë tënde. Faleminderit.
Këtë ekspozit, me fjalë, unë e kam në kuadrin e Shtetit Vitorit Lindjes, dhe e filloj me Pogradecin, është një tur që unë, me fjalë, deri tani kam marrë konfirmimin për ta bërë Prishtinë, Tetov, në Ulqin, sigurisht edhe këto qytetet Fier, ndoshta edhe Vlorë, edhe gjatë gjithë vitit në vazhdim, unë me fjalë do vazhdoj me këtë tur. Arsye pse zgjodha Pogradecin lidhet me një pjesë të krijimtarisë time që një pjesë të mirë të krijimtarisë time që lidhet me Pogradecin. Pogradeci në përgjithësi më ka joshur me peizazhin e vet. Kur themi katër stinët, më mirë se Pogradec nuk ndahet stinë në asnjë qytet tjetër, në asnjë zonë. Pse? Ja, fillon me pranverë, shpërthimet, lulëzimet e kumbullave për qark, për fshatra, ka një lulëzim të jashtëzakonshëm. Fillon me verën, është plazhet, liqeni, gjallëria që jap edhe pushues, ka tema. Me vjeshta më e bukur se Pogradec nuk e gjen, të artën e vjeshtës nuk e gjen asnjë vend tjetër. Po, për më tepër, është stina më e munguar që ndodh në Shqipëri, është fenomeni Borës, që në Pogradec përjetohet për vit. Kurse ande ndodh një herë në 10 vjet, është si telebingo kur bie Borë. Kryesisht, kjo është paraqitja e stinëve edhe emocionet, impresionet që ndjen piktorin në çdo stinë. Siç janë të ndara, me fjalë, stinët edhe ana koloristike, ana emocionale, çdo stinë ka të vetë. Në qoftë se marrim për shembull stinën e pranverës me lulëzime me këto, ndodh ai fenomeni që ajëzimi i jetës që pasqyrohet me një optimizëm, me ato qeljet, me lulet për qark, edhe vjen stinë e verës, ka atë bregun e liqenit, si thuaç, lëvizja e njerëzve, të themi një gjallërim i jetës, sidomos Pogradec. Po sigurisht tani në fundit gjithet verdha jemi, me fjalë presim një ditë do bijem, po gjë më e madhe, neve duhet të përgatisim një brez tjetër, plenerista që na zëvendësoj, dhe të tillë ka. Ka dhe Pogradeci, një prej tyre, ka dhe të tjerë. Është piktori që u mor me kurimin e ekspozitës time, Engjeli, piktori i Pallatit Kulturës, dhe ka dhe shumë të tjerë. Gjë që të vazhdoj këtë traditë, se është traditë e bukur, kjo ndodh pleneristët janë shumë shtetet themi të botës, po me këto kryesore, qoftë edhe në Amerikë dhe Rusi, janë grupe pleneristësh. Pogradeci, me fjalë, nuk është frymëzim vetëm për piktorët. Nuk është asi që Lazgushi, për shembull, është nga Pogradeci, dhe frymëzimi dhe ato vjershat dhe krijimet e Lazgushit. Është një qytet me fjalë që frymëzon. Është me natyrën, me njerëzit. Në rastin konkret, flasim unë ndjen ngrohtësinë në Pogradec, qoftë si pushues. Dhe një pjesë e mi vinë si pushues. Po unë si artist, me fjalë që kam ndjesi më tepër, nuk kam ngacmime për Pogradecin, kështu që unë jam i lidhur ngushtë me Pogradecin. Për mua është leitmotiv Pogradeci. Po besoj një artist i mirë ditë lexoj në çdo stinë tingujt më të bukur që ofron për shpirtin e njeriut. Besoj që në këtë optik, Sadi Kasa është një peizazhist mjaft i mirë, sidomos si vazhdues një tradite të plenerit, ku artisti e gjen veten në gjirin e natyrës për të pikturuar, për të përcjellë ato emocionet live nga ai që konsiderohet burimi i frymëzimit për artistin, që është vetë natyra. Mendoj që është pasues një tradite që ka filluar që para një shekulli. Besoj që ky është një konstatim relativisht i thjeshtë. Gjithmonë babai shpirtëror i peizazhit shqiptar mbetet vangjushmia.
Në një mënyrë ose tjetër, gjithë peizazhistët shqiptar kanë një start shumë të mirë, që është pikërisht ky model frymëzimi, ky model përqasje ndaj natyrës, si lloj oazi ku njeriu flet apo qetësohet, për të shpëtuar pak edhe këtij mishmashit urban, këtij nxitimit të teknologjisë, e cila duket sikur dominon jetën e përditshme. Në këtë mënyrë edhe profesor Sadiku në këtë mënyrë mundohet të pastrojë nëpërmjet natyrës shqiptare, gjithë stinëve, pse jo, të transmetoj pikërisht atë gjë që neve na mungon çdo ditë. Dhe na përcjellë atë në mjediset e familjeve tona, në ambientet ku ne shkojmë dhe gjejmë një lloj oaze. Nuk është patjetër misioni vetëm i tij, është misioni i gjithë peizazhistëve shqiptar. Për këtë mendoj që për këtë arsye ata meritojnë një lloj vëmendje, një lloj respekti, pse jo, sepse është një dedikim që ka zgjatur për dekada. Sadiku, miku im, piktori i mirënjohur shqiptar, sjell 4 stinët, po jo në moshë të vjeshtës tij. Më duket se është moshë të pranverës tij, me freskinë që ka, me këtë trajtim që i bën pikturës gjithë gjallëri, me atë vlerë koloristike që e ka karakteristike Sadiku, mendoj që është në praverën e tij prej artisti. Disa nga këto punime unë i kam njoft më parë se nga i herë kemi qenë edhe bashkë në peizazh me Sadikun. Janë punë shumë të bukura për vlerat që përcjellin. Për natyrën shqiptare që Sadiku e trajton kaq bukur e na përcjell kështu plot ndjeshmëri. Unë mendoj që Sadiku ka bërë shumë mirë me këtë ekspozitë Bogradec, në këtë vend në Lazgushit e Mitrushit.